Ndalo pak, sepse kjo mund të sjellë mira euro në Gjermani. Kur ti paguan mbi kaucion të qiradhënësi, shumica mendojnë se ajo para thjesht ruhet dhe në fund ta kthen prap. Por ligji gjerman thot diçka tjetër. Qiradhënësi nuk lejohet ta mbajë atë para bashkë me pasurinë e tij. Ai duhet ta ruajë veçmas, zakonisht në një konto për kaucion në bank. Dhe tani vjen pjesa interesante. Nëse ajo para krijon interes ose ndonjë fitim me kalimin e viteve, ai fitim të takon ty. Imagjino këtë shembull. Ti ke paguar 3.000 euro mbi kaucion dhe jeton në atë banesë për 11 vitesh. Nëse ajo shumë është investuar dhe ka sjell rreth 10% fitim në vit, ajo shumë teorikisht mund të rritet deri rreth 20.000 euro. Dhe sipas rregullit, fitimi i krijuar nga kaucioni është i yti, sepse është krijuar nga paratë e tua. Problemi është se shumica e njerëzve nuk pyesin kur ruhet kaucioni i tyre, dhe nëse ka krijuar interes gjatë viteve. Komento poshtë, sa vite jeton në atë banesë dhe sa euro ke paguar mbi kaucion. Dhe unë do të tregoj sa mund të takojnë kur të largohesh dhe si ta pyesësh qiradhënësin nëse ka investuar kaucionin tënd.